Në kuadër të shënimit të 8 marsit, ditës së gruas dhe nënës, në shkollën fillore Marshall Tito organizua një program i veçantë festiv nga nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Atmosfera ishte e mbushur me emocione dhe gëzim, ku nxënësit interpretuan këngë, poezi, valle të ndryshme, të përgatitura me shumë dashuri dhe përkushtim për të nderuar figurën e nënës dhe rolin e gruas në shoqëri. Me talent dhe energjinë e tyre, ata sollën shumë emocione dhe buzëqeshje tek të gjithë të pranishmit. Sot flas për veten time, për gratë që s'patë zë dhe për vajzat që po veten. Ky është 8 marsi, jo ditë lulesh, por ditë zëri, identiteti dhe fuqisë së gruas. Sa do zemra që të don, ti më shumë e meriton, lule për ty o inan. Në dorën kam një gitar, luaj këndoj sa hem prej saj, gishtat valëzojnë në shpejtësi. Krijojnë të ëmbël melodi. Tingujt krikën në flutojnë, me do dhe lullet po valëzojnë, e ladrinë në zemra re. Shua edhe shien që ti ke. Gitarja ime sa po fillon, në dhuno se ma po përdon. Ditin non melodia më re, në ajër ëmbël futuron si le. Shpresoj që një ditë të mendoj si ti, që fjala ime të dëgjohet dhe të respektohet. Shpresoj që një ditë të dashuroj si ti, ta shprehi dashurinë me fjalë të buta dhe veprime të bukura. Kuria një gruaje nuk qëndron vetëm në pamje, por në forcën, durimin dhe dashurinë që ajo fal çdo ditë. Stina imeweza majaczy negoliwa, prawo są si uczyły. A zašto nisi rekao istinu? Zašto nisi rekao hoću da dođem? Forca është të mos tërzohesh, të zgjohesh çdo ditë me zemër plot dashuri. Gratë bën mësu për shumë role, nëna, mësuese, motra, udhëheqëse, por mbi të gjitha janë forca për të gjithë. Me këtë rast, drejtoresha e shkollës, Ferida Hajdinaga, përshëndeti të pranishmit dhe foli për rëndësinë e kësaj dite të veçantë, duke vlerësuar rolin e kontributit të madh të grave dhe nënave në familjen dhe shoqërinë. Sot në shkollën fillore Marshall Tito pam një organizim mjaft të bukur kushtuar gruas, nënës dhe femrës. Më tregoni ju si drejtoresh sa ishte e vështirë dhe sa punë ju deshën që të bëni këtë organizim? Së pari dëshiroj që gjitha nënave, gjitha grave të mbar komunitetit tonë dhe komunës tonë t'ja urojmë 8 marsin, një ditë që nuk do me thonë që është aq do me thënë se për atë në krahasim me gjithë ditë të tjera se çfarë bën ajo dhe se çfarë shënon gjatë jetës së saj. Sa i përket shkollës tonë, tashmë është bërë një aktivitet që bukur shumë edhe është transmetuar edhe sot në atë mënyrë që tregon faktikisht punën e palodhur që bëjnë vetë fëmijët, vetë stafi i shkollës tonë, edhe kësaj radhe e patë edhe vetë kanë arritur që
të tregohen shumë të mirë dhe që me të vërtet e kanë punuar të themi me një vullnet edhe më të madh se sa pikët tjera, ndoshta në aktivitete tjera, sepse ka qenë e dedikuar një ditë e posaçme për nënat e tyre. Normal që flet zemra vetë çdo fëmijë, e jo vetëm kënga apo recitalet të cilat ata i kanë thurë edhe më herët. Aktivitetet janë të domosdoshme sepse janë një motivacion të cilet e ringjallin edhe dëshirën edhe punën edhe vullnetin tek çdo fëmijë. Ne nuk do të ndalemi edhe me këto aktivitete, do të vazhdojmë edhe me tutje. Së shpejti do të bëjmë edhe një surprizë, të cilën e kemi menduar edhe më herët. Këto normal që këto aktivitete që planifikohen që në muajin të themi gosh shtator dhe fillojmë gradualisht edhe ti realizojmë gjatë tërë vitit, e tash vjen në radh skena tjetër, do të thotë, aktivitet tjetër që është pak më jo e përditshme ashtu siç janë bërë deri më tani, pak më ndryshe. Surprizë mund të themi. Sa janë ndoshta edhe mësimdhënësit dhe nxënësit të emocionuar dhe të entuziazmuar kur përmenden aktivitetet? Po, të them të drejtën, çdo nxënës ka një ambicion në vete, edhe ka një talent në vetvete. Mësuesi gjatë punës së tij të përditshme me nxënës, ai e heton talentin që fëmia e manifeston gjatë punës, dhe ai normal që bën një organizim të tillë dhe e vendos atë lloj fëmie, do thotë duke i përshtatur talentit të tij dhe mundësive të tija në një pikë se ku ai duhet të jetë edhe më i përshtatshëm. Fëmijët janë të gatshëm, kanë dëshirë, kanë vullnet dhe normal as se çfarë din, po të jetë edhe një hap më i vogël, apo të jetë edhe një grimse vogël e talentit të tij, ne duhet t'ia shprehim sepse kjo gjë e motivon atë fëmijë edhe më tutje, edhe më tepër. Gjithashtu foli edhe zëvendësdrejtori i shkollës, i cili uroi të gjithë gratë dhe nënat me rastin e 8 marsit, duke u dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese në jetën e tyre. 8. mart se svake godine proslavlja u našoj školi bogatim programom, što ste i danas vidjeli i čuli. Naši nastavnici, naši učenici pripremaju bogat kulturno-zabavni program, naravno za učenike, roditelje i nastavnike. Moramo naravno biti zadovoljni zato što ste vidjeli da su svi učenici blistali, kolege su to odlično pripremili i zaista jedan bogat kulturno-zabavni program kojim bi pozavidjeli i mnoge razvijenije sredine poput Podgorice, ali zaista vidjeli ste da su naši učenici blistali, da su bili odlični i da su se baš predstavili. Program je bio bogat, interesantan i vidjeli smo zadovoljstvo i aplauze brojnih roditelja. Da iskoristim priliku samo da čestitam svim koleginicama i svim ženama naše opštine Ulcinj sretan 8. mart, njihov dan, da budu okružene ljubavlju, pažnjom i poštovanjem. Ky aktivitet festiv ishte një mënyrë e bukur për të shprehur respektin, mirënjohjen dhe dashurinë ndaj nënave dhe të gjithë grave, duke e bërë këtë ditë edhe më të veçantë për komunitetin e shkollës.